4 punonjës policie në pikën kufitare të Kapshticës kanë rënë në pranga për shpërdorim detyre, pas aksionit që u zhvillua mesditën e të shtunës nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ku kapën 6 kg heroin në një automjet. Punonjësit e policisë akuzohen se me mosveprime dhe në shkelje të ligjit nuk kanë ushtruar kontrolle ndaj automjetit ku ishte fshehur sasia e madhe e drogës. Në prangara edhe drejtuesi i automjetit, Valmir Balliu, i cili e kishte fshehur lëndën narkotike në një vend të ndërtuar enkas brenda makinës. Gjithashtu, gjatë operacionit u sekuestruan edhe 5 aparate celular, 256 fishek pistolete, 20 fishek armë gjahu, si dhe automjeti ku ishte fshehur heroina. Lënda narkotike, sipas policisë, kishte si destinacion shtetin fqinj, Greqinë. Hetuesit po verifikojnë celularin e shoferit Valmir Balliu, i cili besohet se ishte korrieri i një grupi kriminal që vepron mes Pogradecit dhe Korçës. Në telefon po shikohen të gjitha komunikimet e tij për të hedhur dritë mbi lidhjet me persona të tjerë që janë të përfshirë në trafik. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po zhvillon verifikime të mëtejshme për të parë nëse punonjësit arrestuar thjesht neglizhuan detyrën apo janë paguar për të mos e kontrolluar automjetin me heroin.